A e dini se ju mund ta ndryshoni nivelin e gëzimit dhe unë mund ta ndryshoj nivelin e gëzimit thjesht duke mësuar të përqendrohemi tek ajo që kemi më shumë se sa duke u përqendruar tek ajo që nuk kemi. Sot unë dua të flas në lidhje me zhgënjimet që vijnë nga pritshmëritë jo realiste. Unë dëshiroj që ju të mendoni mbi domethënien e kësaj, sepse unë u them të gjithëve të jenë plot shpresë dhe kjo do të thotë të keni pritshmërinë se Perëndia do të bëjë diçka të mrekullueshme në jetën tuaj. Kështu unë jam për ëndërimet, jam për vizionet e mëdha, pritshmërinë që Perëndia të bëjë të pamundurën. Por ne përgatisim veten tonë për zhgënjime kur jemi duke besuar për gjërat për të cilat as Bibla nuk na thot se janë realitet. Dhe unë kam gjetur 10, jam e sigurt se ka më shumë, por unë vërtet mendoj se shumë herë, nëse ju do t'jeni vërtet të hapur, nuk janë në të vërtet njerëzit e tjerë ata që na bëjnë të palumtur, por është ajo që ne presim nga njerëzit e tjerë. Për shembull, unë prisja që Devi të më bënte të lumtur gjithkohon. Pas disa viteve që mendoja kështu, Zoti më tha, a mund të mos përpiqesh më t'ia japësh Devit përgjegjësinë për gëzimin tënd? Dhe ndoshta dikush tjetër këtu sot po e bën këtë. Ju jeni të zemëruar sepse dikush me të cilin jeni në marrëdhënie nuk është duke ju bërë të lumtur, por ndoshta ju vetë duhet të merrni përgjegjësinë për gëzimin tuaj dhe të vendosni të jeni të lumtur në Zotin. Ne duhet ta marrim vetë përgjegjësinë për gjërat tona. Kjo hoqi një barë të madhe nga Devi, kur më në fund unë hoqa dorë nga të mbështeturit tek ai. Ose disa njerëz presin që njerëzit e tjerë t'i bëjnë ata të ndihen mirë me veten e tyre. Dhe kjo gjë mund ta raskapis dikë. Dua të them kur ju vazhdimisht mbështeteni te dikush që ai t'ju mbajë të lumtur e të gëzuar e t'ju bëjë të ndiheni mirë me veten, do të vi dita kur do ta raskapisni atë njerëz dhe ai nuk do të dojë të ketë marrëdhënie me ju. Kështu kur ju e dini se kush jeni në Krishtin dhe ju ndiheni mirë me veten tuaj, atëherë nuk do ta ngarkoni më këtë punë mbi një person tjetër dhe kjo do ta bëjë marrëdhënien të jetë e shëndetshme dhe e plot. Thjesht disa komente hyrëse këtu. Ne nuk e jetojmë jetën në majtë të malit. Dhe përballja me këtë realitet na ndihmon që ne të jemi të përgatitur për jetën reale. Edhe pse besoj se duhet të kemi ëndra të mëdha, ne gjithashtu duhet të jemi të përgatitur për jetën reale. Ne kemi kohë kur e shijojmë të qenit në majtë të malit në jetë, por gjithashtu e dim se e kalojmë shumicën e jetës sonë në gjërat e zakonshme, të përditshme. Apo jo? Dhe unë sikur po mendoja për këtë dhe sikur mu duk interesante, ne duam të jemi të gëzuar gjatë gjithë kohës dhe dëshirojmë të jemi të lumtur gjithkohon, por dëgjoj njerëz që thonë dhe unë ndihem kështu sikur gjatë Krishtlindjes dhe festës së vitit të ri. Ne bëjmë shumë gjëra ndryshe nga muajt e tjerë dhe shumica e njerëzve do të thonë, jam shumë i kënaqur që po i kthehem rutinës së zakonshme. Kështu neve na pëlqen vërtet jeta normale e përditshme. Na duhet ajo që e quaj erza e jetës, disa gjëra më shumë, her pas here, festat e ditëlindjes, një fustan i ri, pushimet, kemi nevojë për gjëra si këto për ta shkundur e për ta bërë ndryshe. Por sinqerisht, shumica e jetës është thjesht të ngrihesh e të shkosh në shtrat, të ngrihesh e të shkosh në shtrat, të shkosh në punë, të pastrosh shtëpinë, të shohësh dikë që e bën pis, ta pastrosh përsëri, të shkosh në kish, në shtëpi, të shkosh në dyqan, të hash ushqim, të pastrosh. Shumica e gjërave të përditshme janë. Kështu, unë mendoj se është një lojë e bukur që ta luajmë me djallin. Ku ta shohim atë të përpiqet të na bëjë të palumtur e të mos e lejojmë. Sepse më shumë se çdo gjë, armiku nuk do që të na shohë të lumtur. Nëse bota është plot me të krishterë të lumtur, më shumë njerëz do të duan të bëhen kështu. Amen. Gjoni 10:10, vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, vrarë e shkatruar,
Por Jezusi tha, unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Jo thjesht të keni jetë, por ta shijoni jetën, dhe kjo do të thotë se ne duhet të mësojmë ta shijojmë jetën tonë të zakonshme, të përditshme. Kur pastrojmë shtëpinë, kur lajmë rrobat, kur ndarojmë vajin e makinës, kur jemi në trafik, dhe vërtet kur ne kemi një marrëdhënie të ngushtë, të drejtë dhe të thellë me Perëndin, ne mund ta bëjmë këtë. Pikërisht ky është edhe gëzimi i Zotit. Ne thjesht duhet të kuptojmë se jo çdo ditë do të jetë patjetër një ditë e gëzueshme. Mund të jetë një ditë e mirë, por s'ka pse të jetë një ditë e gëzueshme dhe sinqerisht, edhe njerëzit që shkojnë në kish sot dhe nuk dua të jem ofenduese me këtë, por edhe njerëzit që janë këtu e ndjejnë këtë, shumë herë njerëzit presin që të zbaviten kur ata shkojnë në kish. Dhe kjo është shumë larg mënyrës se si duhet të ndihemi kur shkojmë atje. Dhe njerëzit që janë këtu, që nga grupi i adhurimit deri tek predikuesi, tek njerëzit e medias, nuk duhet të ndihen sikur duhet t'ju zbavisin ju. Ne jemi këtu për t'ju treguar gjëra që do t'ju ndryshojnë jetën dhe do t'ju bëjnë të lirë dhe do t'ju bëjnë të kaloni javën tjetër me një buzëqeshje. Amen. Jeta që ju keni është e vetmja që keni. Fakti që e urreni atë nuk do t'ju jap një jetë tjetër. Mjaft u larguat nga gjërat që keni dhe mësoni si t'i përqafoni dhe të shijoni pikën ku jeni. Ja edhe disa shkrime mbi kënaqësinë. Pali tha, perëndishmëria sjell dobi të madhe kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë dhe prej saj nuk mund të marrim gjë me vete. Tani, ne lexojmë këtë shkrim, por unë dua ta shohim atë më thellë për një minutë. E dini, ju keni ardhur në këtë botë të zhveshur, dhe ndoshta kanë kaluar ca kohë derisa dikush ju ka mbështjell me një batanie, apo ju ka veshur ca rroba. Djalimi i vogël lindi pak orë para pragut të Krishtlindjes dhe kështu e veshën me një kostum të vogël dhe me një kapele. Dhe kështu, ju vini pa absolutisht asgjë dhe pastaj dikush ju vesh diçka. Dhe kështu, kur ju dilni në botë, dikush mund t'ju vesh një kostum apo një fustan, por asgjë nga gjërat që ju keni nuk do t'i merrni me vete. Asgjë, thjesht dua ta mendoni. Pyes veten se sa e sa njerëz i kanë shkatëruar marrëdhëniet. Nga që kanë qenë të zënë duke u përpjekur të bëjnë më shumë para. Dhe pastaj shumë herë do të dëgjoni baballar që thonë, e po thjesht e kam bërë për familjen. Unë doja që ju të kishit çdo gjë, dhe pastaj fëmijët të rriten dhe ata nuk kanë asnjë lloj marrëdhënie me ta, sepse gjithçka që fëmijët donin kanë qenë ata donin kohën e tyre dhe nuk donin domosdoshmërisht parat. Shumë nga ju e din kush është Tommy Barnett, ai udhtonte si një ungjilltar dhe ishte shumë i zënë gjatë gjithë jetës së tij. Por djemtë e tij, të dy, njëri drejton qendrën e ëndrave në Phoenix, tjetri në Los Angeles, dhe ata janë të gjithë në shërbes dhe fëmijët e tij na kanë treguar se pavarësisht në cilin vend të botës ishte, nëse ata kishin ndeshje futbolli apo basketbolli apo çfarëdo, ai merrte avionin nga ana tjetër e botës që të shihte ndeshjet dhe kthehej përsëri për të vazhduar punën. Dhe kjo është ajo që ndërton marrëdhënie, është koha. Dhe t'ju them të vërtetën, për mua është më e lehtë t'i jap dikujt paratë se sa t'i jap kohën time. Ne jemi, e lexova këtë para ca ditësh, ne Amerikanët jemi njerëzit më të zënë mbi faqen e dheut. Por unë thjesht doja ta shihni më thellë këtë që ju të mendoni në lidhje me atë që jeni duke bërë. E dini, ju mund të punoni më shumë dhe të mos u kushtoni vëmendje marrëdhënieve, që kështu të keni pak më shumë para, një shtëpi më të madhe, një makinë më të mirë, disa rroba më shumë dhe një palë këpucë të shtrenjta, dhe nuk ka asnjë të keqe, nuk po them të mos i shijoni gjërat. Mua më pëlqejnë, por një gjë interesante më ka ndodhur mua. Sa më shumë plakem unë, aq më shumë më acarojnë gjërat.
do të shkruaj një libër në lidhje me plakjen hirshëm dhe nën titulli do të jetë Të plakesh pa u plakur as pak, sepse nuk ka pse të ndjeni plakje, edhe pse të gjithë plakemi, dhe unë po ju them në kohën kur ju të arrini këtu ku jam unë. Dhe unë nuk e mbaj sekret moshën, jam 75 vjeç, në kohën kur ju të arrini këtu ku jam unë. Në kohën kur ju të arrini ku jam unë, ju keni mësuar shumë gjëra përmes eksperiencës. Dhe ju mësoni se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë nuk është. Dhe unë mund t'ju them juve, marrëdhëniet e mira dhe të forta, sidomos ato me familjen, janë gjëja më e vlefshme që ju keni. Dhe ju nuk duhet të vini asgjë tjetër para synimit për t'i mbajtur ato të shëndetshme. Amen, kështu. Ju nuk sollët asgjë në botë. Dhe nuk do të merrni asgjë me vete. Egjiptianët i varrosin njerëzit e tyre duke vënë shumë gjëra me vete në arkivol, por unë e di se nuk e hyni në punë më. Kështu. Tek Filipianëve 4:11 deri në 13 Pali tha: Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar, thoni jam mësuar, të kënaqem në gjendjen që jam. Jam shumë e kënaqur që Pali tha se ai ka mësuar gjëra. Ai nuk dinte gjithçka kur ai filloi. Dhe pyes veten se si ai mësoi që më në fund të ishte i kënaqur. Dhe ai vazhdon të thotë, unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Por ne marrim shkrimin jashtë kontekstit ndonjëherë duke i bërë njerëzit të ndjenë sikur mund të bëjnë gjithçka që duan. Dhe kjo nuk është domethënia e këtij shkrimi. Ai tha se mund të jetë i përulur ose mund të jetë në bollëk dhe do të ishte i kënaqur sido që të ishte. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Kështu, një nga gjërat kryesore që Perëndia do që të bëjmë është të marrim nga fuqia e tij dhe të jemi njësoj pavarësisht se çfarë është duke ndodhur apo nga rrethanat. Forca tani, kjo është pjekuri frymërore, të jesh i njëjti, njeri i lumtur, i ëmbël. Do të flas këtyre këtej se ju jeni. A nuk mendoni se stabiliteti duhet jetë synimi ynë? Unë kisha një test javën e shkuar dhe nuk e kalova, do ta bëj përsëri. Por ky duhet të jetë synimi ynë, sepse djalli përpiqet, atij si interesojnë gjërat, ai thjesht dëshiron t'ju shqetësojë. Kur ne shqetësohemi, themi gjëra që si kemi seriozisht, marrim një sër vendimesh të gabuara dhe kjo e dëmton dëshminë tonë, pastaj na vjen keq që jemi sjellë në atë mënyrë. Kështu unë dua t'ju ftoj të bëni lojën që unë jam duke luajtur dhe thjesht të shihni se sa shumë ju mund ta zemëroni djallin duke qenë të qëndrueshëm. E dini se çfarë thot Devi gjithmonë? Diçka mund të ndodh, diçka që ai nuk e priste dhe ai thjesht thot, nuk më bën përshtypje djallë. Si për shembull, ne kemi një obor të madh në shtëpinë tonë, i cili ka një portë elektrike, e cila hapet kur ne duhet të parkojmë. Dhe ne ishim duke patur probleme me të dhe kështu na u desh që ta riparoni me një çmim shumë të lartë. Por teknikët kishin lidhur diçka gabim dhe kur Devi duhet të kalonte me makinë, kur arriti në mes, ajo mbyll dhe i zuri makinën. Dhe kështu njëra anë e makinës ka një gërvishtje të gjatë për të cilën duhet të paguajmë dhe ky riparim nuk është i lirë. Dhe ju mund të thoni, ju ose mund të zemroheni ose mund të thoni, e di çfarë djallë, nuk më bën përshtypje. Sepse e dini ja cili është thelbi, ati do t'i duhet ta rregulloj dhe ajo do të kushtoj sa do të kushtoj. Dhe kështu, të qeni të shqetësuar dhe të qeni të zemruar nuk ndryshon asgjë në jetën tuaj, por vetëm ju bën të dëshpëruar. Kështu, nëse doni të keni një vit të mbar, një vit vërtet të mbar, duhet të merrni vendimin se nuk do të shqetësoheni më në lidhje me këto gjëra të vogla që nuk shkojnë siç doni ju, dhe se do të jeni pak më shumë realist dhe do të kuptoni se jeta s'është e përsosur, njerëzit s'janë të përsosur, asnjë kish s'është e përsosur, asnjë punë s'është e përsosur, asnjë mik s'është i përsosur, as personi me të cilin do të martoheni nuk do të jetë i përsosur. Ju mund ta hiqni qafe atë që keni tani, por do të keni më shumë probleme me atë që do të vijë.
Kështu nëse keni dikë që është trajnuar pak, mbajeni fort. Mbajeni fort atë. Amen. Dëgjoni, unë mendoj se pali diku në një pikë të jetës e ndryshoi këndvështrimin e tij. Ai vendosi që t'i shohë gjërat në një mënyrë pak ndryshe. Kështu, kur këto lloj gjërash ndodhin, po sikur t'i shihni kështu, është thjesht djalli që do të më shqetësoj. A mund ta thoni këtë, është djalli që do të më shqetësoj? Unë e kam provuar këtë, jo faleminderit. Nuk do ta humbas paqen, nuk do ta humbas gëzimin. Dikush pak para shërbesës më foli për ruajtjen e paqes. Sepse të qeni të shqetësuar nuk e ndryshon situatën. Një histori nga jeta ime para shumë kohësh, po them ndoshta 30 vite më parë, kur unë isha në fillimet e mia dhe po përpiqesha të mësoja disa nga këto parime. Sa herë që diçka nuk bëhej siç doja, unë shqetësohesha. Dhe nuk isha ai lloj personi që shqetësohet dhe hesht. Unë nuk isha nga ata lloj njerëzish që i vuajnë gjërat brenda vetes dhe e dini i mbajnë gjërat për vete. Nëse s'më pëlqente, e gjithë shtëpia e dinte këtë. Dhe kjo ishte në ato kohë kur familjet ende e hanin darkën bashk, çdo mbrëmje. Dhe kështu, darka ishte gjë e madhe. Unë kisha kaluar kohë duke gatuar dhe i vivinte në shtëpi nga ora 5:30 dhe hanim darkën rreth orës 6. Kështu, ne kishim 4 fëmijë dhe ishim të gjithë rreth tryezës dhe ju e vini ushqimin në tavolinë, keni punuar shumë dhe nuk e di nëse ende i kanë tavolinat kështu, por në atë kohë tavolinat ndaheshin në pjesë. Dhe kishte një ndarje në mes të tavolinës që ju mund ta hapni dhe të vinit një copë tjetër për ta bërë më të madhe. Dhe kështu çdo mbrëmje, po ju them me të vërtet çdo mbrëmje, dikush do të derte diçka të lëngshme. Dhe synimi ishte që ta kapnim atë para se të arrinte në ndarjen e tavolinës. Sepse ne të gjithë e dim se tek ajo ndarje ka edhe gjëra. E dini, ka gjëra. Dhe kështu, unë ja filloja, ma nëzi tjetën, a nuk mund të hani një herë pa bërë një rëmuj të tillë. Ju duket e njohur kjo sken? Dhe unë nxitoja, përpiqesha ta kapja, nëse se kapja, duhet të zvaritesha poshtë tavolinës, përpiqesha ta fshija, ndërsa ajo rrite te këmbët e tavolinës dhe fëmijët që më qellonin në kokë dhe që qanin. E dini? Një natë dëgjova Perëndin të më thoshte qartë, Joyce, ti duhet të mësosh si ta marrësh si të vi. Sepse i gjithë zemërimi yt nuk do të bëj që qumshti të ngjitet nga këmbët e tavolinës, të shkojë mbi tavolinë e të kthehet përsëri në gotë. Kështu thjesht pse nuk e pastron dhe ruaj paqen dhe shijoje darkën. A ju hyn në punë kjo sot? A e dini se sa energji duhet që të jesh vërtet i zemëruar? Është si 8 orë punë. Po ju them seriozisht, të zemërohesh shumë dhe pastaj të përpiqesh të qetësohesh dhe pastaj gjithë faji që do të ndjesh nga që e ke bërë veten si të madh. Është vërtet punë e vështirë. Kështu këndvështrimi është i rëndësishëm. Pavarësisht se sa e keqe ka qenë situata, gjithmonë mund të kishte qenë më keq. Dhe ajo që ne duhet të mësojmë të bëjmë është të falenderojmë Zotin që gjërat nuk ishin më keq nga sa mund të kishin qenë, në vend që të shqetësohemi për atë që ka ndodhur. Një mika ime një herë ishte e ulur në një varg, po bënte shëtitje me varg. Kishte një lloj karrige nga ato që palosen dhe ishte ulur. Dhe ajo ishte lutur sipas Psalmit 91, që thotë se ëngjëllat e tij do të kujdeseshin për të. Varka u ndesh me një dallg dhe ajo ra nga karrika dhe goditi kokën. Dhe me njëherë filloi, po nuk e kuptoj, po lutesha sipas Psalmit 91 dhe nuk e di pse e godita kokën. Ajo tha, por shumë qartë Perëndia më tha, je ende gjallë. Le të vazhdojmë. E dini, disa nga ju mund të shkojnë në shtëpi dhe mund të ndryshojnë jetën e tyre, thjesht duke vendosur të ndryshojnë mënyrën se si janë duke i parë gjërat. Amen. E dini, shumica e njerëzve që divorcohen
arrin në divorc, sepse ata janë përqëndruar aq shumë tek ajo që partneri i tyre bën gabim, saqë si shohin gjërat që atyre u pëlqejnë tek ai që ishin arsyeja pse janë martuar me të. Jo, doni t'ja them në mënyrë tjetër? Në rregull, isha duke parë një film. Ai titullohet diçka në lidhje me krishtlindje e një mundësie të dytë, diçka e tillë. Kështu, është një çift që martohet dhe janë shumë të lumtur, thjesht e admirojnë njëri tjetrin, janë të dashuruar dhe pas 4 vitesh, ajo nuk e duron dot më atë, ai bën rëmuj, është kështu, është ashtu, s'është kështu, s'është ashtu. Dhe kështu ajo është duke shkuar tek avokati i divorcit. Për të çuar dokumentat, i ndodh një aksident me makinë dhe humbet kujtesën. Dhe nuk i kujtohet bashkëshorti. Dhe kështu asaj duhet ta takojë atë përsëri dhe mëson se është burri i saj. Dhe ajo mendon se është burr fantastik, i pëlqen kjo tek ai, i pëlqen ajo tek ai dhe i pëlqen çdo gjë tjetër. Dhe unë e di si do të përfundoj, po them, unë e di se ajo më në fund do të kuptoj se kishte filluar të përqendrohej tek gjërat e gabuara. A e dini se ju mund ta ndryshoni nivelin e gëzimit dhe unë mund ta ndryshoj nivelin e gëzimit thjesht duke mësuar të përqendrohemi tek ajo që kemi më shumë se sa duke u përqendruar tek ajo që nuk kemi. Nuk e di për ju, por kur unë e dëgjova në fillim të prezantuar këtë gjë në veçanti, pra se janë pritshmëritë tona ato që na bëjnë të palumtur, kjo vërtet më ndihmoi shumë. Sepse unë kuptova se shumë herë ne presim që njerëzit të bëjnë gjëra dhe gjëra që s'janë në dorën e tyre. Thjesht fakti që ju do ta bëni diçka, s'do të thotë që dikush tjetër duhet ta bëjë atë, sepse ata mund të mos jenë as pak të prerë për ta bërë atë gjë. Dhe është shumë e padobishme të përpiqeni ta ktheni dikën në një person që nuk është. Po them, është shumë e padobishme të përpiqeni ta ktheni dikë në një person që ai nuk është. Kjo është arsyeja pse duhet të përqendroheni tek gjërat që ju pëlqejnë tek ai. Dhe i vilanenët kjo i mbulon të gjitha të tjerat. Edhe pse theu një nga gotat e mia të preferuara dje. Ende po e diskutojmë këtë. Tani të jesh i kënaqur s'do të thotë të mos duash të ndryshosh. Por ja se cili është kuptimi i fjalës nga gjuha greke. Shpreha të jesh i kënaqur. Kur Pali tha se ai ishte i kënaqur, kishte mësuar të ishte i kënaqur dhe kur ishte i përulur dhe në bollok, ishte i kënaqur. Në Biblën klasike të amplifikuar thuhet i kënaqur në pikën ku nuk jam i shqetësuar apo i trazuar. S'do të thotë se kur s'donte ndryshim. Patjetër që ne duam ndryshim, s'do të thotë se njerëzit e tjerë nuk bëjnë gjëra të gabuara. Por ajo që unë po them është se duhet të bëhemi aq të urtë sa t'i kursejmë veteson shumë stres dhe shumë energji, duke bërë këtë thjesht të vështrojmë se sa shumë gjëra armiku mund të hedhë drejt nesh dhe ne të qëndrojmë të patundur. Unë mendoj se kjo do t'ishte vërtet një lojë shumë e bukur. Më jep goditjen më të fortë djallë, do t'jem e lumtur. Mirë, jeta nuk do t'jetë gjithmonë si duam ne t'jetë, por ju përsëri mund të keni gëzim. Ajo që duhet të bëni është të mos mendoni për ato gjëra që nuk keni dhe të përqendroheni tek shpresa që keni në Krishtin.